unë u dash me ul fund. Secili ish me dikën, unë banka e fundit ishte vetmja e lirë. Nuk disha kur gjë hiç se ç'ysh shkojnë punët me kërkesa, ç'kërkesa. Edhe mas shkollës fillore, ç'a ndodhi? Mas shkollës fillore jam regjistru në gjimnaz shoqëror në Lipjan. Prap kam qenë e vetmja në shkollë, se jo vetëm në klasë. Prap kam qenë në fund, automatikisht nuk e di ç'ysh ndodhi, mirë po e pash që unë u dash me ul fund. Secili ish me dikën, unë banka e fundit ishte vetmja e lirë. Dhe unë u dash me ul në fund, pas ditën e 2, 3, 4, prap secili e pat venin e vet, dhe unë e pata venin në fund. Mirë po kur fillon profat atëherë me kërku dijen se çka kemi mësu na në shkollë fillore ose diçka të tillë, aftësitë tona me i mat, me pyetje, përgjigje, atëherë e pan që shumicën e përgjigjeve i jepsha unë. Kështu që vetë vjen interesimi pastaj i grupeve kur duhet me u bashku me banka. Klasën e 10, kontakti me arsimtarin ishte më i pakët, sepse nuk isha më në atë shkollë. Mirë po unë fillova me fol në shtëpi botuese. Njëra nga shtëpitë botuese i pranoi shkrimet e mia, edhe e pranoi që ato me u botu me titullin qysh deshta unë, arsimtarja Merit, sepse emri i saj ka qenë Merit. Dhe tash më ngëshin veç parët me botu librin. Nuk disha kur gjë hiç se ç'ysh shkojnë punët me kërkesa, ç'kërkesa. Klasën e 10 sapo mësova me njërin lanë qysh me bo një kërkesë. Edhe unë që aty e mësova në libër që aty e bona një kërkesë me njëherë me një kompjuter të një shoqës, edhe dërgova në drejtorinë e kulturës në Lipjan. Kërkesa u vonojke derisa u shqyrtojke, kështu që unë prej frikës që mos arsimtarja po vdes, nga sëmundja imagjinare që nuk ka ekzistu fare te ajo, unë kam shku me fol direkt me drejtoreshën e kulturës atëherë. Kur e kom tregu ngjarjen, ajo ka përshpejtu shumë shpejt procesin dhe u pranu kërkesa ime, mjetet dolën dhe libri u botu. Kur u botu libri, ajo nuk e ka ditë. Ajo ka qenë ende në një pushim mjekësor. Tjetër nga ai lloji i mëhershëm, mirë po ende ishte në pushim mjekësor. E botova librin, e thira shoqën e saj të ngushtë me ma organizu një takim, sepse unë s'mujsha me i thonë hajde se ta kom bo një libër. Edhe ajo ishte në pushim mjekësor. Shoqja e saj e ngushtë e thiri në shkollë, edhe unë kam trokit në derën e drejtorit. I kanë thonë, çu Merit hape derën. Kur u ngrit ajo me hap derën, unë vetëm se kam qenë me librin dorë. Edhe e ka pa librin, e ka ditë me njëherë se çka është. Kemi pas një përqafim shumë të ngrohtë. Nuk ka ndodhur ai përqafim me 6-7 muaj, sepse se kam taku. Edhe më interesantja e krejt kësaj është që libri u botu me 7 mars dhe është dhuru me 7 mars te ajo. Me 7 mars, unë në momentin që ka lënë mesnata, unë gjithmonë e kam me ja shkru mesazhin asaj, sepse ashtu du me kon shumë e veçantë ajo, edhe jam e di këtë. Mirë po kam mundu shumë me i tregu se sa shumë e veçantë është për mu, duke i shkru mesnatë, 00 ora, të mos e konsiderua ko familjara jo, mirë po tash jam pjesë e pandashme e jetës së saj. Pse ka që veçantë arsimtarja Merit? E veçantë sepse më nxorri nga një rrugë e cila do të më kishte dërgu mu me një vend shumë të keq. Për shembull, nëse unë kisha vazhdu me qenë fund, mos me u socializu me kërkon, mos me u interesu për libra as pak. Nuk e di se çka kisha vendosur në pas klasës 9. Edhe nëse e kisha vazhdu shkollën e mesme, nuk e di se çka kish me ndodhur me mu pas shkollës së mesme. Kurse unë përfundova shkollën e mesme me shumë sukses. Madje kam edhe një mirënjohje nga drejtoria e arsimit si nxënësja më e veçantë e asaj gjenerate. Dhe është për mu bën e men për një nxënëse të komunitetit Pakicë. Unë jam friksu shumë që kur dal në gjimnaz nuk kanë me qenë mos i kon shkollë fillore. Nuk kanë me vlerësu mirë, jo shkaku i mos dijes tem, po shkaku i etnisë tem, sepse ne jemi mësu me ndëgju këso raste. Dhe nuk janë ndoshta shumë të veçanta për ne sepse jemi ushqy kështu gjithmonë. Mirë po e gjej rastin me i falenderu edhe me i përshëndet shumë secilin mësimdhënës që e kam pas deri tani. Sepse kur e kam pa, në momentin që e kam pa që unë e di, unë mundohem dhe nuk po shkoj shkollë pa një arsye,
pas një arsye, ata kanë qenë shumë të mirë për mua. Edhe shoku që ata më kanë vlerësu mirë, edhe ashtu siç duhet për punën që unë e kom bo, atëherë unë vetëm kam vazhdu sepse kam ditë që puna e mirë vlerësohet. Nuk kam mendu mo që ku më ditë çka do që bëj, nuk vlerësohet, po bëj palitje, nuk kam me pas një vend shoqëri, ose s'kan me konsideru njeri fare, e të tjerë.